jetuar për 23 vite rresht. Pa kohë, unë ftoj kryetarin e shoqatës atletare kulturore mbarkombëtare Vëllezërit Frashëri, zotin Domor Kotori, që të bëjë përshëndetjen e rastit. Le ta ndjekim. Përshëndetje të nderuar pjesëmarrës. Të eveniment po e filloj me një urim. Në datën 19 maj, Dede Edmund Brahima kishte ditëlindje. Në emër të shoqatës atletare kulturore mbarkombëtare Vëllezërit Frashëri, po dhe në emrin tuaj, ju urojmë edhe 100 vite të lumtura. Të paçim baba, të paçim edhe I nderuar kryegjysh botëror Haxhi Dede Edmund Brahima. I nderuar kryetari i komunës Rahovetit Ismail Latifi. I nderuar zëvendës kryetari i bashkisë Përmetit Ferhat Hasani. Të nderuar poetesha dhe poet, të nderuar vëllezër kosovarë, të nderuar dashamirës të Frashërit. Ju përshëndes në emër të shoqatës atletare kulturore mbarkombëtare Vëllezërit Frashëri, me se keni ardhur në qytetin e kulturës, të traditës, në qytetin e luleve, të ndafilave, në vendlinën e Vëllezërve Frashëri. Data 25 maj është një ditë e shënuar jo vetëm për ne përmetarët, frashëllim, por për të gjithë shqiptarët. Është ditëlindja e poetit ton kombëtar dhe i Frashërit. Është ditëlindja e mësuesit të popullit, e mendimtarit, veprimtarit dhe edukatorit të kombit. Këtë ditë ne e kemi pagëzuar dita naimiane. Shoqata atletare kulturore mbarkombëtare Vëllezërit Frashëri dhe bashkëpunim me Bashkimin Përmet, kryegjyshatën botërore Bektashiane, shoqatën Zëri Dardan, komuna Rahovec, do të organizojmë veprimtarjen kombëtare dita naimiane me temë Ai Frashëri emblema e diturisë e kulturës shqiptare. Programi i veprimtarjeve dita naimiane është serios. Mbas përshëndetjes time dhe të kryegjyshit, do filloj një dokumentar për ndërtimin e TQ-s së Përmetit. Konkurim letrar me nxënësit e shkollave të Bashkisë Përmet dhe të Kçyr, çmim vjetor letrar kulturor të revistës Kurtësia nga organi kryegjyshatës botërore Bektashiane në Tiranë. Nesër, 25 maj, do shkojmë të takojmë me Vëllezërit Frashëri, Abdyllin Naimi dhe Sami Frashin në vendlinën e tyre në Frashë dhe shtëpinë e tyre të lindjes, te ajo shtëpi e shituruar e cila ka pritur miq nga Shqipëria dhe nga gjitha hapësira shqiptare. Programi i veprimtarisë do të vazhdojë në Frashë si më poshtë. Montazh muzikoletrar me nxënësit e shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme të Bashkisë Përmet dhe të Bashkisë Kçyr. Konferencë shkencore shoqata, joni bashkëngjitet konferencë shkencore që organizon Akademia e Shkencave, Arteve dhe në Tiranë. Poeteka Frashë, poezi, dialog me Naimi, me poet nga Shqipëria dhe nga shqiptare, Ballkani, nga disa shtete të Evropës, me rastin e 179 vjetorit të lindjes dhe 125 vjetorit të ndarjes nga jeta të poetit ton kombëtar Ai Frashëri. Ndarje titull i nderi në emër shoqatës të disa personaliteteve të kulturës shqiptare. Shoqata atletare kulturore mbarkombëtare Vëllezërit Frashëri kryeja 12 vite më parë me iniciativën e një grupi intelektualë përmetar. Qëllimi i shoqatës ishte së pari promovimi dhe ruajtja e vlerave të dashurimisë kulturore përmetare shqiptare nëpërmjet organizimit të eventimente të ndryshme kulturore, si edhe funksionimi i lidhjeve kulturore, shkencore mes komunitetit lokal, kombëtar dhe atij mbarkombëtar, të poetëve, akademikëve të rinjve, duke krijuar mundësi për zhvillim dhe aftësisë krijuese, artistike, shkencore dhe njëkohësisht duke promovuar vlerat historike të natyrës të trevës të Përmetit dhe në veçanti të zonës Frashëri. Synimi i shoqatës lartëson dhe vjushmëri jetën veprën e krijimtarisë atletare kulturore gjuhësore, të poetit ton kombëtar Ai Frashëri, të filozofit enciklopedistit Sami Frashi, si atletarit, diplomatit Ai Frashëri dhe panelët të tjerë që kanë nxjerrë treva jonë. Së dyti, ka si qëllim, përveç vlerësimin e vjushmërisë të jetës dhe veprës të bijeve të mëdha të Frashërit dhe Shqipërisë, po njëherësh dhe një thirrje për të rrojtur dhe lartësuar edhe një Frashë, këtë vatë simbol të kombit, për sensibilizimin e shqiptarëve, të qeverisë shqiptare, të shtetit, të kombit, që me projekte të veçanta të mbështesin të ndihmojë fuqishëm Frashërin me qëllim që ai të kthehet në një qendër historike kombëtare kulturore. Poeti atletar Andon Zakoçahybi ka thënë se Ai Frashëri si Naimi s'ka të tjerë. Kjo do të thotë edhe si Frashëri s'ka të tjerë. Është rasti ndoshta unikal në botë.
nga i kuptje dhe frashët e kësaj qendër të Angëllisë, e kësaj mekët të Shqipërisë dhe Angëllia nuk janë në ditën më të mira. Nuk janë atje ku e meriton, është praktikë. Kapacitetet njerëzore dhe financiare të pushtetit vendor janë të pamundshme për të ndërtuar frashë. Por të gjithë ne së bashku, deputet, pushtet vendor, akademik, poet, shkrimtar, drejtues, shoqata, studiushata Borxhoi Bektashiani, aktorë të tjerë, duhet të ngremë zërin të lobojmë së bashku që ky fshat të marrë vlerat e merituara që takon, të kthehet në një qendër historike kulturore kombëtare, e rëndësishme është ndërtimi dhe rekonstruksioni e rrugës Piskove Frashi me asfalt. 25 maj është ditëlindja e poetit ton Punxhan e Frashi, të cilët ne kemi pagëzuar ditën e imjan. Me të ditë, ndërlindjet janë duke filluar nga viti 2004, deri më sot janë organizuar nga ish Komuna Frashi, shoqata adhetare kulturore mbarkombëtare dhe Frashi, Bashkia Përmet, Kryeshata Borxhoi Bektashiani, 23 veprimtare kombëtare dhe konferenca shkencore të cilat mbartin vlerat të mëdha kulturore shkencore. Apo e pasurojnë kulturën e shoqërisë dhe njohin dhe përdrejt brezat e sotëm dhe të ardhshëm me historinë e të komitor. Gjatë gjithë historisë dhe kulturës kombëtare jemi dëshmitar të lindjes së personaliteteve intelektuale të shquar, të cilët na shërbyen dhe shërbejnë si orientues për brezat e sotëm dhe brezat e ardhshëm dhe janë bërë shembull të krenarisë tonë kombëtare. Vëllezërit Frashi kanë qenë dhe janë simboli dhe dashurisë i krenarisë kombëtare. Në mënyrë të veçantë na jemi krijojnë me dijet tonë portretin e një poetit mendimtar, një nga mendjet më të ndritura dhe talentet më të fuqishme të gjithë kulturës shqiptare. Me fjalën dhe veprën e tij, poezia gjeti shkëlqimin e saj, gjuha shqipe gjeti bukurinë e saj, dhe dashuria gjeti lulëzimin e saj. Ai këndoi aq bukur Shqipërisë, ndoroi aq fuqishëm bregërinë dhe tashmë me saj, saqë emri dhe veprat e tij u lidhen ngushtë me fatet e Shqipërisë, të cilët populli e dha si mbiemër emrin e Shqipërisë dhe quajti Naim Shqipëria. Po e mbyll me një porosi të poetit tonë Konstantin Frashi. Shqipëria aderi dashur, ka nevojë për më shumë punë, dashuri, vllazëri, për më shumë besim dhe shpresë tek e ardhmja, për të patur më shumë dritë dhe lidhuri brenda vetes tonë, sepse vetëm kështu do të vijë dita që Shqipëria do bëhet një zonjë e vërtetë. Faleminderit. Tani ja jap fjalën Hajit e Del Ibrahim të bërë në rastin për këtë eveniment. Mbrëma të gjithëve në këtë ditë të shenjtë, poetit tonë të dashur, Naim Frashi, nderuar kryetari i shoqatës Lezi Frashi, nderuar Bestemi Dervish, nderuar kryetari i bashkisë, nderuar kryetari i komunës Rahovecit, nderuar vëllezër kosovarë që keni ardhur këtu për të mbledhur bashkë për këtë ditë shenjtë të poetit tonë të dashur Naim Frashi. Nderuar poet, nderuar fëmijë që keni ardhur për të nderuar këtë ditë shenjtë të Bektashive. Naim Frashi është i vetmi poet, besoj vetëm botë, i cili i ka kënduar Perëndis, i ka kënduar Adeu dhe njeriu. Prandaj, ne ta kemi vlerë që nderojmë të respektojmë të figurën kaq shenjtë. Këtë pavarësisht se çdo vit ne mundohemi kërkojmë për të bërë ato të Frashi, siç thotë Tomori, po gjithë bashkë s'kemi munduar deri tash. Pasi Zoti ne këtu në marë që vitin tjetër, edhe me rrugën, edhe me gjithë ato probleme që kemi, Frashi përgëzoi, si gjithë fshatet e tjera, të bëhet një fshat turistik për të pritur në gjithë bota për këto tre figurat shenjta që kemi ne. Me këtë rast uroj dhe bekoj të gjithë juve që bëni pjesë. Zoti të nderoft, Zoti na bekoj për punë të mira për kombin, për njerëzimin. Faleminderit. Është i nderuara Olta. Po kemi një recitim
Po, janë mirë të marrëm dhe të recitoje. Neve, me baba e Kuranit, a i nuk është marrë në këtë botë, Zotë e pasë në parajzët e veta, që bashkuar me dëshmorët e Qebelas, kemi bërë një projekt të tethjes së përmetit, për të nderuar përmetin e Vëllezërve Frashëri. Dhe zonja Olta, e cila është profesoresh në universitet, ka bërë një projekt si pas dëshirës dhe porosisë të babait Kuranit. Ju faleminderit. Si që përmendi edhe kryetari i shoqatës Vëllezërit Frashëri, zoti Tomor, në datën 19 maj, baba Mondi kishte ditëlindje dhe Lejdi Shqiponja nga Gramshi i ka kushtuar këtë poezi. Baba Mondit. Në të qene zemrës tënde ka shumë dritë. Ka një pemë gjithmonë e gjelbërin, ku zoq të këndojnë për dashurin hyjnore, këndojnë për paqe dhe mirësin. Brenda jush ka një yll që shëndrin, në udhëtim të bardh, drejt zemra njerëzish, drejt besimtarësh bektashin, për herë, paqësisht ju prin. Fati nga ju, soq i dorë, pa çka se të përplasi në dalge furtun, ju kishit bekimin e Dede Ahmetit, që ju dha nefes, që në lindje, kishit Allahun, por si dia. Drita e ti të ndriçonte e të thoshte, që ndroi pa tundur birë, mos ki frikë, pramteje jam unë, zemrën baje për herë, si të ndafil të kuq, erë shumë. Zëri krijuesit, udhën e drejtësisë ta ndriçon, të ndriçon fjalët, që të pikojnë mençuri, të ndriçon shpirtin, që shpirtin e besimtarve ta lartësosh, plagët e dhimbjes t'u ashërosh. Fjala juaj është nefes shenjtërie, e zjarr dashurie. Atë dhe unë, botën barë bekon, për paqe e begati, bektashin të uron, për mirësi e lumturi, i nderuari Haxhi Dede Baba Edmondi. Falenderit Lejdi Shqiponjës dhe tani projektit e qesë përmetit të baba Xhaferit, të cilin do ta prezantoj arkitektja Olta Harshova. Fjala për ju. Përshëndetje të gjithëve. Unë quhem Olta Harshova, jam arkitekte dhe pedagoge në Universitetin Politeknik të Tiranës. Sot do prezantojmë teqen e baba Xhaferit në Përmet. Kjo teqe është bërë me iniciativën dhe mbështetjen e kryegjyshit botror Haxhi Dede Edmond Brahimaj dhe e falenderoj për iniciativën e tij për ta çuar dëshirën e babait Kuranit për të pasur një teqe të re në qytetin e Përmetit deri në fund. Teqeja e baba Xhaferit ka një pozicion mjaft strategjik. Ajo ndodhet në pjesën jugperëndimore të qytetit, pra ndodhet, siç mund ta shohim këtu të paraqitur edhe në hartë, ka një pozicion brenda në qytet, në jugperëndim të qytetit. Një pozicion që zakonisht është ruajtur për kalat, pra është një pozicion mjaft strategjik që sheh nga qyteti, pra kur je në teqe sheh çdo pikë të qytetit, por dhe nga qyteti, në çdo pikë të qytetit shihet teqeja. Këtu mund të shohim një planvendosje të teqes, ose një pamje nga sipër të teqes, e cila është e drejtuar për nga qyteti, duke respektuar kështu qyteti. Pra edhe teqeja shikon drejt qytetit, por dhe qyteti drejt teqes. Këtu mund të
të shohim një pamje nga sipër të teqesë së Baba Xhaferit, siç mund të shohim teqeja është konceptuar si një kompleks ndërtesash, pra ndryshe nga një pallat apo një objekt rezidencial i cili projektohet në kate, një teqe në mënyrën e saj tradicionale i organizon ambientet në të vendosura në një kompleks. Kështu çdo hapësirë duket sikur të jetë një objekt më vete. Mënyra e vendosjes në kompleks është e ngjashme edhe me teqen e Backës, e cila është një teqe mjaft tradicionale, ndërtuar pra sipas mënyrës tradicionale që ndërtojnë teqet, po dhe sipas amanetit të Babait Kuranit, i cili dëshironte që teqeja e Përmetit ishte një vazhdimsi apo një shëmbulltyrë e teqesë së Backës. Ashtu si dhe teqeja e Backës, ambientet janë të vendosura në një kompleks, pra ambientet e ndryshme, të cilat janë në lartësi 1 deri në 2 kate, ashtu siç janë edhe banesa tipike tradicionale shqiptare. Pse ndodh kjo? Ndryshe nga një pallat apo ndryshe nga objekte të tjera të kultit, të cilat përdorin lartësinë, madhështinë për të treguar pra forcën e tyre, një teqe ndërtohet sipas banesës tradicionale shqiptare. Pse ka ndodhur kjo gjë? Sepse teqeja ndryshe nga objekte të tjera të kultit e ka përfshirë njeriun apo e ka përfshirë qytetarin në ndërtimin e saj, që do të thotë shumë teqeja ndërtuar me kontributin dhe ndihmën e qytetarëve të zonës, si dhe mbahet e menaxhohen nga qytetarët e zonës. Kjo gjë bën që edhe mënyra se si teqeja është ndërtuar të jetë një shëmbulltyrë e banesës tradicionale shqiptare. Po të shkoni në teqe të ndryshme, do shikoni që teqeja merr pamjen apo merr elemente arkitektonik të banesës së zonës. Kështu mund të shohim pra që kemi përdorimin e materialeve të gurit, përdorimin e çative me rasa guri, vendosjen sikur të ishin banesa të ndryshme njëra mbi tjetrën, pra duke imituar banesën tradicionale të Përmetit dhe qytetin e Përmetit, pra siç janë të vendosura banesat njëra mbi tjetrën, ashtu janë të vendosura edhe këto ambiente të ndryshme njëra mbi tjetrën sipas vetë terrenit. Këtu mund të shohim që është mënyra se si janë vendosur këto ambiente, ose mund të themi këto banesa, është përreth një obori të brendshëm në mënyrë të tillë që të mirëpresin njerëzit brenda saj. Filozofia e teqes ose mënyra si përkthehet teqeja është shtëpi. Pra teqeja i bën njerëzit të ndihen si në shtëpinë e tyre dhe njerëzit e ndërtojnë teqen në mënyrë të tillë që të imitojnë apo të ngjajnë me shtëpinë e tyre. Për këtë arsye dhe lartësia e këtyre godinave apo ambienteve është në lartësi 1 deri në 2 kate, ku katin më të lartë e mban edhe objekti i fundit që është ambienti më i rëndësishëm, zona e lutjes që është Mejdani. Mënyra si është organizuar sipas një aksi simetrie, pra një rrugtim nga pika 0 që është hyrja deri në pikën më të rëndësishme apo më kulminante që është edhe Mejdani. Mejdani me lartësinë e tij më të lartë, pra 2 kate, por edhe fakti që ndodhet në pikën më të lartë të reliefit, sepse nga pika 0 deri në pikën e fundit aty që është zona e aktiviteteve, pra e cila zgjerohet dhe ka mbledh më shumë njerëz, dhe zona e tretë që është zona e qetësisë e meditimit në të cilën aksesojnë besimtarët. Siç mund të shohim këtu, kemi një pjesë apo një moment nga hyrja e teqesë Baba Xhaferit. Filozofia e kësaj teqeje ishte që të ketë një ndërhyrje të elementeve të vjetra dhe tradicionale, pra materiale si guri, druri e të tjera, por gjithashtu të ketë edhe inkorporime me elemente simbolike dhe moderne. Siç mund të shohim, këtu hyrja bëhet e shoqëruar nga 12 kolona, të cilat përfaqësojnë 12 imamët. Pra para se të bëhet hyrja për në teqe, shoqërohemi nga 12 imamët e besimit Bektashi. Një filozofi tjetër e kësaj teqeje është edhe vjetërsia. Pra edhe pse kjo teqe do të ndërtohet dhe është më e re se teqeja e Alifos Divanit, në fakt nëpërmjet një loje arkitektonike do të duket sikur ajo ka qenë aty me qindra dhe mijëra vjet. Pra ka lindur së bashku me natyrën, së bashku me qytetin e Përmetit. Si bëhet kjo? Duke
Pra si është arritur ky efekt, duke përdorur materiale siguri dhe duke bërë inkorporimin me natyrën apo mjedisin. Për këtë arsye, edhe kolonat mund të shohim që janë të rrethuara ose të mbështjella nga gjelbërimi për të dhënë idenë sikur ky objekt ka qenë që në kohën e antikitetit, për këtë arsye janë përdorur dhe kolonat e antikitetit dhe ka qenë aq shumë kohë atje, saqë edhe është bërë pjesë e natyrës apo dhe gjelbërimi e ka përqafuar e ka rrethuar. Mund të shohim edhe përdorimin e harkadave në mënyrë të cilat janë karakteristike e arkitekturës së mesjetës, në mënyrë për të krijuar një lojë arkitektonike apo për të konfuzuar besimtarët apo turistët për kohën në të cilën është ndërtuar kjo teqe. Pra, ti do pyesësh veten nëse kjo teqe është ndërtuar në mesjet apo kjo teqe është ndërtuar në antikitet, pra nuk e përcakton qartë kohën e saj se kur është ndërtuar, megjithatë e jep gjatë gjithë kohës me elemente të ndryshme arkitektonike e jep mesazhin se është shumë e vjetër. Këtu mund të shohim dhe një pamje nga sipër, siç mund të shikohet, ajo në fund të aksit të simetrisë kemi dhe pjesën më të rëndësishme që është Mejdani, i cili shikohet edhe nga momenti i hyrjes dhe të tërheq që të shkosh drejt tij. Këto janë disa pamja apo momente para hyrjes në teqe. Kjo është një pamje nga teqeja sipër, ku mund të shohim se duket si një mini qytet apo një qytet i vogël e cila i tërheq njerëzit brenda saj. Kemi elemente të ndryshme, si për shembull uji ose shatërbani, i cili rrjedh nga vetë fasada apo nga vetë muri i teqes për të krijuar, për të simbolizuar shkëmbin, pra që teqeja ka qenë është si pjesë e natyrës dhe është bërë tashmë një shkëmb. Kjo është një pamje nga Tyrbia. Tyrbia normalisht është bërë me 12 dritare, gjuha simbolike e 12-ës përsëritet vazhdimisht në të gjithë projektin, janë përdorur materiale origjinale, pra kupola nuk është realizuar nëpërmjet lyerjes me jeshile, por është realizuar me një metal i cili ndryshket vetë në mënyrë të tillë që të marrë ngjyrën jeshile. Kjo është për të përforcuar akoma dhe më shumë naturalitetin dhe mos përdorimin e materialeve artificiale. Janë përdorur edhe harqe vazhdimisht, të cilat duken sikur janë gërmada, pra duket sikur jo gërmada, por duket sikur janë rënoja për të krijuar dhe për të përforcuar akoma dhe më shumë idenë e vjetërsisë, pra të duket sikur kemi një ndërtesë e cila është rikonstruktuar. Këtu fillon edhe zona e parë, e cila është zona e ambienteve të fjetjes, gjatë gjithë rrugtimi ndiqet në oborin e brendshëm nëpërmjet arkadave, një gjuhë e cila është përdorur, është karakteristike edhe e teqes së Backës. Mund të shohim se vazhdimisht kemi ndërprerje nga gjelbërimi, pra në mënyrë natyrale, gjelbërimi dhe godina vazhdimisht ndërthuren me njëra tjetrën, natyra dhe godina ndërthuren me njëra tjetrën. Këtu është edhe një pamje nga zona e parë që është zona e fjetjes. Mënyra se si bëhet ngjitja nëpërmjet shkallëve, shkallët janë projektuar në mënyrë të tillë që t'i përshtaten vetë natyrës, vetë ngjitjes së reliefit dhe marrin një formë të tillë sipas izoipseve të vetë natyrës, për të rritur naturalitetin e objektit. Zona e dytë është zona e ditës, pra mund të thuhet e cila zgjerohet dhe mblidhen më shumë njerëz. Në këtë zonë bëhen takime, bëhen pritje, bëhen festa. Këtu bëhet edhe lidhja me amfiteatrin, gjithashtu edhe në qendër kemi hyrje për në muze. Muzeu është projektuar apo është menduar të jetë në tokë për dy arsye, duke qenë se muzeu nuk ka nevojë për dritë natyrale në mënyrë që të ketë një pamje sa më të qartë të objekteve, por gjithashtu edhe simbolizon që gjatë rrugtimit ton, pra gjatë rrugtimit ton nga aksi, i këtij aksi, nga pika 0 në pikën e fundit që është Mejdani, e fton besimtarin që të mësojë rreth historisë. Pra, që ne të arrijmë në fund të rrugtimit ton, duhet të jemi të ditur edhe rreth këtij besimi dhe ku po shkojmë, pra ku kemi qenë dhe ku po shkojmë.
Arsyeja dhe se kjo është futur mënyra e futjes në muze bëhet poshtë pemës së ullirit, në mënyrë që të simbolizoj, duke qenë se ulliri simbolizon dijen, po gjithashtu dhe për të thënë që ne jemi duke u futur në rrënjët e këtij besimit, pra në historinë e këtij besimi. Kjo është një pamje, pra jemi në mes të rrugtimit ton për të shkuar në Mejdan, ku bëjmë edhe hyrjen për në muze. Këtu mund të shohim disa pamje të muzeut, i cili është konceptuar me ngjyrë të bardhë në mënyrë të tillë që të heqet vëmendja të çohet të jetë tek objektet. Shohim pra që edhe në pjesën e poshtme të pemës së ullirit e kemi të ndriçuar, pra që jemi duke u ndriçuar dhe duke mësuar rreth këtij besimi. Një element tjetër janë edhe trastat, 72 trastat, të cilat simbolizojnë 72 dëshmorët e Qerbelas. Elemente të tilla vendosen në mënyrë që ta nxisin besimtarin që të pyesi dhe duke pyetur, pra duke i tërhequr vëmendje, e imponojnë që të mësojë rreth këtij besimi. Ndriçimi merret në mënyrë difuze nga pjesa e sipërme, pra nga dyshemeja. Disa pamje të muzeut. Kjo është pjesa, në pjesën pra në zonën e ditës bëhet edhe lidhja me amfiteatrin. Amfiteatri, duke qenë se thash që ky objekt ka shumë objekti bektashie ka shumë të rëndësishëm lidhje me natyrën, edhe amfiteatri është menduar që të jetë në natyrë dhe të shfrytëzojë vetë reliefin, pra pjersinë e reliefit për të realizuar uljen. Siç mund ta shikojmë, janë përdorur materiale natyrale si druri, guri. Podiumi në këtë rast është shfrytzuar vetë një gur i zonës, pra fjalimi do mbahet mbi gur. Shkallët e amfiteatrit imitojnë izoipset, ashtu edhe si shkallët e ngjitjes aksit. Kjo është një moment se si hyhet nga zona e ditës për në amfiteatër. Pastaj është edhe zona e tretë, e cila jo më kot është përdorur një pasqyrë ujore për të treguar, e cila simbolizon reflektimin dhe qetësinë. Kjo është edhe zona që bëhen takime më diplomatike, pra është një zonë më intime, por dhe zona e cila të çon drejt Mejdanit. Mejdani, siç mund ta shikojmë, është i kurorzuar dhe gjithashtu ka 12 dritare, të cilat gjithashtu simbolizojnë 12 imamët. Këtu mund të shohim një pamje nga sipër të gjithë kompleksit. Kjo është pamja që besimtarët teksa luten apo bëjnë ceremoninë e tyre fetare kanë pamje nga i gjithë kompleksi. Këtu mund të shohim një pamje të Mejdanit nga brenda, e cili siç mund të shohim nëpërmjet ka 12 dritare, pra ndriçohet gjatë lutjes ndriçohesh nga 12 imamët. Kjo është një pjesë interieri, siç mund të shohim gjan shumë një banesë tradicionale shqiptare, madje deri dikush e vështirë ta ndash nëse jemi brenda një teqeje apo jemi brenda një banese të përmetit. Janë përdorur elemente si trarët e drurit, tavani i drurit, musëndrat, sofrat, oxhaku, pra të gjitha elemente tradicionale shqiptare. Një karakteristik tjetër, siç e thash, ishte që në këtë teqe qëllimi ka qenë që të përqafojmë edhe elementet karakteristike të një teqeje, por gjithashtu edhe elemente moderne. Për këtë arsye, pjesë të ndryshme të teqes janë trajtuar me çarje të mëdha xhami. Pra për të dhënë ide sikur në rënojat janë rikonstruuar dhe pjesët në të cilat kemi pasur çarjet
janë rikonstruktuar me materiale moderne si metali dhe xhami. Gjithashtu dhe për të dhënë transparencë, pra që kjo jo si një kala e cila edhe thohet dhe mbyllet brenda vetes, por po si një ambient i cili i fton njerëzit brenda saj duke ofruar momente transparence. Kjo është një ambient tjetër pritje mëzyrtare. Gjithashtu një ambient tjetër ku kemi mundshojmë inkorporimin e materialeve tradicionale, tapeti, rozeta në tavan, por gjithashtu edhe një fasadë e madhe xhami, e cila sheh nga një parcelë mbjellë me grur, që gruri i cili është një bimë mjaft karakteristike e besimit Bektashi. Këtu kemi pjesën e pusit. Mund të shohim këto elementet ku humbet apo qahet në një pjesë materiali i burit dhe nxjerr nga brenda shkëmb, pra për të tequar akoma dhe më shumë atë iden se teqeja është shumë e vjetër dhe është bërë shkëmb tani në këtë zonë ku ndodhet. Shohim këtu edhe një detaj tjetër ku kemi shtrimin me tapete me motive tradicionale shqiptare të mbuluara me xham në mënyrë që të mund të shkelen nga njerëzit sipër, duke simbolizuar kështu shtëpinë, po dhe mikpritjen. Faleminderit, shpresoj që qyteti i Përmetit të marrë të ketë atë që meriton, një teqe të re, e cila përqafon edhe elemente tradicionale, por edhe ato moderne. Faleminderit. Faleminderit arkitekte Olta për këtë prezantim të projektit të teqesë së Përmetit, teqeja e Baba Xhaferit. Ftojmë zotin Nuri Çuni, sekretari përgjithshëm i kryegjyshatës botërore Bektashiane, që në emër të kryegjyshit botëror Haxhi Dede Edmond Brahimaj të bëj shpalljen e çmimeve vjetore 2024 të revistës letraro-kulturore Urtësia, organ i kryegjyshatës botërore Bektashiane. Përshëndetje të gjithëve, kryegjyshata botërore Bektashiane të ndajë çmime e programit revista Urtësia të vitit 2024 në kujdesin e veçantë të kryegjyshit botëror Bektashian, Haxhi Dede Baba Edmond Brahimaj. Është interesant se këto ditë ne u përrua libri në fesë jetani e autorit Dede Edmond Brahimaj. Dhe urojmë një të bato gjiti. Gjithashtu, po pregatitën libra të tjerë, aty në fundisarës kemi këndi e librave, a revistave, që kryegjyshata botërore këto vite ka rritur nivelin, cilësinë dhe po jep përparësi të veçantë edukimit të transmetimit tradicionale të tarikatit Bektashian. Ne me të rastë sot, do të ndalëme të çmimit, dhe çmimi pak i jepet zotit Lefter Tam për ciklin e poezi, paraqitën në përdorimin tradicional të vjetor, por për arsye shëndetësore nuk është. Çmimi i dytë i jepet Dervish Mikelone. Është interesant, Dervishi të pohës dhe të nuk e në sukë në përgjit të përsham. Të vajmë shëndet për dojnë. Facem e jetë, procese, në shërbimin që bërë, dhe një rëzim. Dhe Dervish. Libri në revista. Çmimi
Faleminderit për këtë vlerësim. Faleminderit për këtë vlerësim. Faleminderit gjithë intelektualëve që kanë pasur të arsyeshme për të kërcyer shkrimet e poezitë mia. Bektashit kanë shumë shprehje shpirtërore. Një nga këto shprehje është fjala tretet, shkrimi mbetet. Shpresojmë që gjithmonë votojmë shkrimet të tilla duke pasuar gjurmën e baballarëve Bektashi, të cilët kanë pasur një penë të komplet, një penë të artë, dhe kjo penë ka frymëzuar edhe na infrashin dhe të gjithë Bektashit. Sepse këtë dritë ata e morën pikërisht në të qenë e frashit nga Baba Elushi, i cili ishte organizatori i Kongresit Prizrenit. Faleminderit, dhe inshallah shpresojmë që të qenë e frashit, me gjithë muzeun e frashit, të jetë një busull orientimi për të gjithë ata që shkruajnë dhe për të gjithë diturinë sot e ndërbrezat të vinë. Faleminderit. Qëllimin dytë i jepet zonës Ledja Shqipone, një poete nga Gamshi. Ata poezi, ajo shumë se mund nuk e rrika, jurojmë që të edhe shkrim të shpetim. Shkrimi të i jepet zonës Sonila Meqe, e në ajo në pamundësim me shërbim, nuk mundi të vej, e qëmi tjetë që i jepet zotit Shevkin Yusuf. Institucioni që drejtojmë. Edhe njëherë i faleminderit kryegjyshatës për këto përzgjedhje që bën. Çdo institucion për mua ka fytyrën e liderit vet, imazhin e liderit vet. E ndër shekuj, bektashizmi ka patur plot fytyra të ndritura. Por lideri që është në kohën e dur, në vendin e dur, është Baba Mondi. Është jo vetëm dietar, jo vetëm dritë e Zotit, por mbi të gjitha është një diplomat i shkëlqyer që bashkon gjithë qytetrimet, fytyrat e qytetrimeve botërore për paqe dhe prosperitet në fytyrën e bektashizmit, në imazhin e bektashizmit. Nuk ka lider botëror që ulet pranë Babamondit dhe të mos përkulet me respekt para tij. Pra do të thotë që gjithë liderët botëror për ulen me respekt para botës shqiptare që nxjerr lider madhështor si Babamondi. Faleminderit Babamondi. I jepet Zoti Kurumshan Dot, një poet, një njeri shumë e mirë, kontribon për bektashizmin, me poezit, me tërgimet, me shkrimet interesant. Në Turqi e pyetën Naim Frashin, ti nuk e as armë, as ushtri. Si mund ta prish populli shqiptar drejt së ardhmes? Naim Frashi u përgjigj. Me poezitë e mia, populli shqiptar do t'i gjejë dhe armët dhe ushtrinë dhe do të mbrijë në ditën që ati i takon. Poezitë tona janë në rrugën e Naimit. Naimi ishte njeriu që nuk ndahet dot nga bektashizmi. Që nga Qerbelaja dhe gjitha tjerat Naim Frashi i shneshi dhe nuk lind as poet dhe as bektashi si Naim Frashi. Ndryshe nga herët e tjera, kur ne shkonim direkte në Frashën në 25 maj, sot në 24 maj, kemi përgatitur konkurimin letrar të nxënësve të shkollave të gjimnazit publik Sejfullah Malshova, gjimnazit publik Sami Frashëri, të shkollave lëndvjeçare Nonda Burka dhe Meleq Kusnishti përmet. Para se të fillojmë konkurimin, po ju njoh me jurinë e nderuar. Antare juris është Myrvete Dragaj nga Istoku,
poete, shkrimtare, aktore dhe moderatore. Me cilësinë e antares, Angelina Gjara dua një duartrokitje të fortë për zonin nga Tirana, skenaristen e filmave, poete, spikerin e parë të televizionit shqiptar. Dhe me cilësinë e kryetarit të juris, poetin Lumo Kolleshi, ish mësuesi nderuar i lehtësisë pranë gjimnazit Sami Frashëri Përmet. Hape një revisa të hape. Hape një revisa. Shurja. Urëzirë. Një duartrokitje për jurin tonë të nderuar, u akomodon. Tematika e poezive që kanë zgjedhur interpretuesit është jo vetëm e Naimit, por edhe e poetëve të tjerë. Por t'i patur më të koncentruara gjërat, kemi menduar që organizimet e interpretuesve t'jenë sipas shkollave. E para si shkollë Mikesh këtu në Përmet, ftojmë nxënëset e gjimnazit publik Sejfullah Malshova dhe janë Joana, Emine dhe Melisa. Sipas marrëveshjes, ato do të bëjnë prezantimin vetë të pjesës dhe do të bëjnë dhe interpretimin. Vajza urdhron. Përshëndetje të gjithëve. Për mua është një nder të jem për herë të dytë pjesë e këtij konkursi të realizuar nga shoqata e Përmetit. Unë quhem Emine Meçani, vi nga gjimnazi Sejfullah Malshova në Kërcyr dhe sot kam menduar të prezantoj poetin ton Naim Frashëri, por edhe gjimnazin me poezin Fjalët e Qiririt. Në mes tuaj kam shëndruar e jam duke përvluar që t'u hap pak së dritë, natën t'u bëj ditë. Do të tretem, të kullohem, të digjem, të përvlohem, që t'u ndri mirë e të shihni, njëri tjetrin ta njihni. Për ju do të ri të tretem, as një qik të mos mbetem, të digjem e të shaj me lot, se dëshiren se duroj dot. Unë zjarrit nuk i druhem, dhe kur s'dua të shuhem, po të digjem me dëshirë, sa të mund t'ju ndri më mirë. E kur të më shihni se jam tretur, mos pandehni se kam vdekur. Jam i gjallë e jam dë jetë, jam në dritët të vërtet. Unë jam i shpirti tuaj, mos më kini për të huaj. Jam më shfalur durimi, andaj po digjem si trimi. Se ma ka ënda t'ju bëj mirë, të mos mbet një nërësirë. Jakëni rreth me jerini, flisni, qeshni, hani pini. Se në shpirt kam dashurin, pa tretem për njerin. Lërmëni të përvëlohem, nuk dua më të ftohem. Dua ta djeg trupin e shkret, për atë Zot e vërtet. Me zjarë ta djeg moshkrin, e të digjem për njerin. Bashk me gëzimet tia, të vete tek Perëndia. Unë e dua njerëzin, mirësin e urtësin. Në bëheni shok me mua, në më doni si ju dua, njëri tjetri në doni, të pa uvë mos punoni. Faleminderit.
Përshëndetje të gjithëve, unë jam Joana Kalemi, nxënëse e gjimnazit Sejfullah Malshova Kultur, do të rezitoj poezinë që titullohet Muzgu mes nesh. Si hyri kështu ky muzg, mes të dyve, pluhur prej ere ngritur, futur thellë syve, se cilin sy e bën të dhemb, të vuaj, se cilin sy veçmas zë të qaj. Ky muzg i hirt, si hyri midis nesh, më bën të qaj, kur dua fort të qesh, se ti mës je, e ty s'të kam pran, si pulbardat të mira ditë van, pluhurin midis syve në elan. Valdu një dit do të ri unë pran teje, e ti me buzëqeshje më thuaj, do të rish, një shpirt me këng, dehur prej hareje, të qofsha pran, gjithmon shpirtërisht. Ky muzg po ikën, qetas, dal nga dal, pa tjetër do të sjell një mëngjes, tek portë e shpresës sime, pas kam dal, me syt tretur larg, ndërsa të pres. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, quhem Elisa Baboqi, vi nga shkolla Sejfullah Malshova Kultur dhe sot do të prezantoj për ju poezinë Bagëtia e bujqësia. O malet e Shqipërisë, e ju olisat e gjatë, fushat e gjera me lule, që u kam ndërmend ditë e natë. Ju bregore bukuroshe, e ju lumejnë të kulluar, quka, kodra, brinja, gërgje dhe pyjet e gjelpëruar, do të këndoj Bagatin, që mbani ju e ushqeni, o venda thit e bekuar, ju mendjen ma dëfreni, ti Shqipëri, më e pënder, më e pemrin shqipëtar, zemrën ti ma gatove, plot me dëshirë e me zjarë. Shqipëri, o mëma ime, ndonë se jam i mërguar, dashurin tënde kur zemra se ka haruar. Kur dëgjon zëtin e sëmës, qysh e leqen gjikopen, blegërin 2-3 herë dhe ikën, e merdhen. E ta trembin, a i skthehet, por shkon me vrap drejt si shigjet. Ashtu dhe zemra ime, më le këtu te kja mua, vjen me vrape me dëshirë, aty ndër vistet e tua. Tek buronu jo teftot, tek fryn veriu në verë, tek mbin lulja me gas shumë dhe me bukuri e me erë. Ku i fryn bariu gjuras, tek ullosin Bagëtia, ku mërzjen cjapi me zile, atje i ka mënd të mia. Atje lind djedhi i qeshur, edhe hëna e gëzuar, fati madh e mirësia, atë vende kanë buluar. Të pas kësha vrapin e veriut, e të kisha krah pullumbi, nxitimin e lumit me val, që ikën vërtik si plumbi, e të vija në gjituaj, një uj të ftoh të pinja, e në pratolisa, një cop herë të rinja. Faleminderit. Faleminderit të tre interpretuesve të shkollës Sejfullah Malshova të Kulturës, Joanës, Emines dhe Melisës, dhe vazhdojmë konkurimin me gjimnazin publik Sami Frashëri Përmet. Një bashkëpunim në interpretim i Evelinës dhe Irisës, me vargjet e të madhit Teodor Keko, djali dhe nëna, dhe pastaj kemi Pamela Pashollarin. Le t'i ndjekim. Na ish një nën, e kish një djalë të ligë, veç për të këqia. Të gjithë uronin të vdiste sa më parë, e nëna e ti bushej me thinja. E luste të birin të ndron të udhë, se dita ikën o birë, e s'të falë, kur, se nuk është nën aq e mirë, o shpirt, se nuk është nën, o zemër që të falë. E i fliste, por ishte e kotë, djali e talte, e lante në turp, dhe nëna vendosi të
të ngullte një gosht për çdo prapësi të djalit në mur. E nëna thinjej, e muri mbushej, e ajo kërrusej me ditë e orë. Një ditë i harroi i biri huqet tek pa me të merë murin me gosht. I ra në gjuhin nënës e qau. Kam qenë i marrë o nën, më fal. Të gjitha thinjat me lotja lau e i rëndonte çdo thinjë sa një mal. E mira nën, kokën i puthi. Mjaft qave birë, tani u rrite. Ti duash ti njerëzit dhe unë gosh do t'i shkull pas do të mire. Të mira djalit, zemrën ja mbushtin. Askush se njite ma të. Çdo mbrëmje, shihte murin dhe numrante goshtet në të. Vjet një ditë, kur nëna e mplakur, nga muri shkull goshtën e fundit. Por djali, s'ti ende i knaqur, në mur qenë vrimat si vrima plumbi. O nën, tha djali, s'do t'jemi qetë, pashtu kur çdo vrim të murit. O birë, tha nëna, kjo s'do thkur në jetë, çdo vrim të murit, a ka dhe zemra. Ti qofshi mirë e qofsh me derë, dhe lehet djalit ballit ja puthi. Por plaga si kam kur nga trupi, dhe s'bëhet kur i bukur trupi. Mirë pashim, faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Unë quhem Pamela Pashollari dhe përfaqësoj gjimnazin Sami Frashëri Përmet. Është një nder dhe një kënaqësi e veçantë që sot të interpretoj një nga poezitë më të njohura të Fatos Arapit, të titulluar Himni i jetës. A i dëgjoni zërat e dritës kur shkreptin agimi vet? Jeta qenka si fëmia. Jepi dorën që ta ngresh. Që të vi jeta me ty, në përdijeje, në përfortun, mbille në një pik djers, mbille në një kokër grur, mbille në një gërma, në një shkronjë, mu në zemër të një fjale mbille zërave të lehtë të prillit, ardhjes së dimrit në male, mbille në duar të një plaku, në përbus të një fëmije, mbille në pikën e gjakut jetën, në një thërmis drite mbille, që të vi jeta me ty, si që vjen shoku i vërtet, mirë. Atëherë, shko drejt saj, bëhu shok i jetës ti vet, ndizi djetë, ndizi qjetë, qjellë dhe djellë trupin tënd, romantikat e përgjakura kapi, mbërthej me dhëmbë. Si kotelet, që merë nëna e i qojnë nga një ditë në tjetrën mes përleshjeve njerëzore, ashtu edhe ti mbërtheje jetën, dashurin rëmbe, edhe ëndrat. Rektimi kohës nuk ndalet, edhe vetë në fjallën vdekje, mbille, dhe jeta do të ngjallet. A i dëgjoj zërat e dritës? Shkreptin agimi vetë. Jeta qenka si fëmia, të shikon në sy edhe qesh. Ju faleminderit. Shumë faleminderit vajzat e Sami Frashërit. Do vazhdoj me më të vegjlit. Me shkollat 9 vjeçare. Në fillim, Nonda Bulka. Janë vëlla e motër, Spiro dhe Eni Kruti. Dhe pasaj kemi Kosta Qerollarin. Fillojmë atyre me Spiron, jam Manastiri. Kalojnë shekuj, përsëri jam gjallë, si ari dhe flaka emri në mashuan, në hije dhe në djel, kujtohe me mal, e pse motet, plagë më shtuan. Sa kohë ka nga ju më këndoni, histori dhe krenaria më vin pas, me gjuhën time, libra të shfletoni, se unë një pres, shqip flas, jam Manastiri, djeli dritës e guximit, që shqipe si këndova me plot dashuri, me shpatën e Skënderbeut, pene e Naimit, me jehon e alfabetit, me shikimin e ti. Në krahët e shqipes kam të stre, në përmalje fusha jam duke kënduar, për burat e motit, që syri si she, e morën dhen, më kanë haruar. Jam Manastiri, shqip flas,
ende jam gjallë. Zëri më dëgjohet i fortë si kur atëherë. Për heroin, më bëjnë varet e burave të rallë, që shipe si thanë nanë, e i dhanë derë. Jam manastiri, e nuk bëjnë varë, Perëndia qëndres më ka bekuar, si lejoj armik e as trahtar, që shtati tim t'i pes këmbe duar. Dajo shqiptar, bashkoni përsëri, në hijen e flamurit të madhit Skënderbe, se vetë Perëndia ka falur Shqipëri, që të gjithë e kemi më mëdhen. Bravo! Bravo Spiro! Dhe nga Spirua kalojmë tek motra e tij, tek Eni Kruti, e cila do të na sjellë një poezi të poetit Odise Kote, Biçikletën ngjet si i verbër. Le ta ndjekim. Vrapomë mes plumbave, sa të rish në gërmadh, që bota mos të shkoj drejt ferit, o fëmi lufte në Kiev. Fatin e parashkruar mos e lidh me këtë dreq mendine, në shtëpi mbushur me mina që të hedhin në erë. E di që nuk flet dot, ka ulërim avioni e prellash, ti kërkon dritën, gotën e qumshit, aromën e pyllit, ka dhemshurim mbi tokë, Zoti ndjen mall për njeriun, fati mos e lidh me lojën prej gjaku e mishi. Ik, o engjëll i pa faj, ik në urën këputur mbi lum. Biçiklete ati të humbur, si i verbëri rrugën e gjen vet. Ngull në trup pellgjet e gjakut, trupat copash në gropa, donë se në treg shiten qiri varezash për fest. Ik, o engjëll i pa faj, shpëto! Biçikleta ati të humbur, rrugën e gjen vet. Faleminderit. Shumë faleminderit Eni. Vazhdoj me një poezi të fuqishme të Ali Aslanit. Koha është e maskarenjve, por atë dheu i shqiptarve, të cilin do të na interpretoj Kosta Qirollari. Është pështyma e gjakosur, e atë dheu të veremosur, është koltu ku ke ipur duke trequr nderën zvar, është tre këmshi që për dita varet kombi në litar. E zotrote ka pardise, ti që bëre pander, kundër burit të vërtet, ze vjell e ze le, e na tunde, na lëkunde në përsala shkone shkunde, mbasi dora e të ligu ty me shok, te ish për unde, roft miku i tiral, që për dit ta lozëqesh, të gradoj 4 shkall, se i thet 2 fjall në vesh. Koha dridhet e për dridhet, do vit dita që do zgjidhet, e nga trasta pe me kalpur do e mos që jash do t'idhet. Koha dridhet e për dridhet, me zgradimit 4 shkall, s'do të mbetet gjë në dorë, veç se vule zez në balë. Mirë po ju që s'keni patur, as nevoj as gjë të keqe, më përpara nga të gjithu i tha të ligut peshe, që të zinit një koltuk, a që ullët u përkullët, sa në kratë e armikut, vajtët si kopilu ngullët. Asu haet, asu pijet, vetëm titullin e donit dijet, ndërsa fshati varfër digjet, krye kurva nise kryet. Sidomos ju, dredharak, ju me zemra aq të nxira, ju dinak, ju shushunja, ju gjahtar në erësira, oh! Qna pasyri, unda juaj ku nuk hyri, te i miri, te i ligu, te spiuni më indyri, dalavera në përzyra, dalavera në pazar, dalavera me të huaj, dalavera me shqiptar, vetëm dalavera dhe në dëm të këti vëndi, që ju riti, që ju ngriti, që ju ngopi, që ju dëndi. E kujtoni ta shetutje, në të tilla dalavera, ku kuvajka do për ty zoga si për para, por jo, grush që do të bjerë
mu mbi krye të zuzarve, koha është e maskarejve, por atë dheu i shqiptar. Faleminderit Kosta. Dhe tani është momenti të prezantojmë nxënësit të recitues të shkollës 9 vjeçare Meleq Gosnishti. Do ta fillojmë me Kloen. Kloi Jorgji, prezantohu dhe poezinë që ketë përzgjedhur. Përshëndetje. Përshëndetje, unë jam Kloi Jorgji dhe përfaqësoj shkollën Meleq Gosnishti me poezinë e Agim Bariamit, Manushashe poezisë. Manushashe poezisë, Agim Bariami. Kur manushashe pari qel pranverës, dhe zështë i sulen arit me gëzim, ti vjen biroke vargjesh hera herës, si zilk e një karvani në agim. Kur një muz butësisht të zëpërdore, dhe supet zët i shkun si pre një peshe, nga malet e ndërjedhin urabore, dhe lisa në gjajnë si lebër me qeleshe, sa vite kishin shkuar duke pritur. Poetët, bashk me mallin pas kanë lerë, të flisje me një gur, mbi çukë ngritur, me gjuhën tonë të ëmbël e me vlerë. Të qelje ndan qiellit një penxhere, të ridhje një këngë a një burim, ti flakje për gjithmonë brengat zehere, se jeta veç na dhe pas kësh kuptim, që dita të mos fikej monopatesh, si shprese një pacienti veremdli, ti dritën zutan djelje për mes vargjesh, dhe vargjet i përndeze si qëri. Driton të bagëtie bujtësia, për vindit e bekuar kokë për pjet, vargmalet zunë të ndringa madhështia, dhe shqiponja u bë motër me rufen, dhe si furtun unë grit në qiel, a deu do të bëj skirësesi, gjersa mbi tokë do të kish zjarë e dijej, gjersa mbi botë do të kish poet si ti. Vazhdojmë tani me Livia Shupuli, e cila do të na sjellë një poezi përsëri të Odise Kotës. Zoti të dhuron të parën fytyrë, të shfaqesh në tokën e diellit. Bota ka dimër, ka dhe rësirë, re dhe vetë tima qiellit. Fytyra e parë, gjeneze vërtet, e pastër, si pëholl, membrana, lumen trashëgimi triumfi qetë, qëndisur me dorë, filigrama, të tjerat më pas, thjesht si përfaqe të ndryshme, si pas rastit e hallit. Këmbehet në treg monedë false ndonjëherë shpirtit të gjallit. Shpirtit të gjallit a thelbi vetvetes, torturuar, sfilitur në ndëshkim. Shpresën të ruaj afarën e jetës, gjerditën e fundit, në amshim. Zoti të dhuron të parën fytyrë, të tjerat çdo ditë veti gdhënd. Duaj e veten, koha gjykon mirë, ndërsa ti i jep formë fatit tënd. Faleminderit. Ftojmë tani tjetër një interpretuese, Lea Milo, me një poezi përsëri të Odise Kotës. Poetët ngjajnë kaq shumë me njëri tjetrin. Poetët ngjajnë kaq shumë me njëri tjetrin. Do nëse që një në ikje, në rallim, kanë të njëjtat fytyra dhe zjarë të pafikur, kur kthehen në shenjtëri të fëmiris, kanë të njëjti zë të thellë, të lodhur, në kërkim të mahnitjes, kohës së humbur, bëjnë gjeste të njëjta, mos në nështrimi, dëshpërimin, ta shkërmoqin, pluhur, dhimbjen, nuk e kanë fjalë të shpërdoruar, por tingull shpirti, gjëmim, gjak të ndezur. Poetët gjaj veçanërisht nga syt, gjahtar të dritës,
skutave fshehur. Poetët gjajnë kur shtektojnë pelegrin, kacafyten egërsisht me humbjen, qetësin. Faleminderit. Bravo! Një tjetër voglush do të na bashkohet tani, ai është Perikli Çisholli, që do të na sjellë nëse një ditë një poezi nga Ligor Shyti. Kemi përzgjedhur dhe moshë vogël, janë 10 vjeçar, për të treguar që fryma e Naimit dhe e poezisë në këtë ditë të veçantë do të jetojë i gjatë te ky brez i ri që është e ardhmja e Shqipërisë. Nëse një ditë do mbledh poetët dhe zotin Lus të më dëgjoj, xheloz do bëhen edhe mbretërit, do marrin kuajt t'i shalojnë. Nëse një ditë do t'i mbledh të gumëzhin si fole bletësh, mos u shqetësoni, hyni brenda, aty ka veçoje poetësh. Nëse dikur zërin e ngre, nga jashtë duket si i marr, mos hezitoni, hyni brenda, ka ndodhur mijëra vjet më parë. Nëse këte ju bie udha, te ku i ftohet pra një burimi, çlodhuni pak edhe dëgjoni, më parë është të çlodhur dhe Naimi. Nëse një ditë do mbledh poetët, që fjalët din t'i kthej në art, do t'u rrëmbej magjia e fjalës, me vete do flisni për qartë. Do zbresin poshtë bagëtia, në krye cjapi me këmbor, do be dasmë të tunden malet, do ketë krushq edhe dasmor, do vijnë në miqë nga Kosova, nga Korça, Shkodra, Çamëria, do vijë vetë na imbeu, do jetë këtu gjithë Shqipëria. Faleminderit. Bravo Perikli. Dhe tani vjen Evinika. Bilbili i Shqipërisë. Poezi nga Myslym Xhaferi. Evinika. Unë quhem Evinika. Me qiri në dorë u trete, flaka dani poezis, ura dhite ndër planete, për pak dritë Shqipëris. Të priste me malë gjdo derë, gjdo zemër të ka të shkruar, bëre garë me Prometen, dhe ze dritën e pashuar. Driqove si y karvani, si bilbili ligjërove, kur po lëngon të vatani, me lhem për plaga tove. Qave kafazin zdurove, këndove pa u zbardhur drita, gjithë kombi befasove, në çdo vatër undes drita. Mblodhe gjithë armin e rënjës, gatove bukën më fine, nga sofra jote e këngës, lumë kush ditë mbledh thërime. Kënga jote s'ka të vdekur, më sa vdes ujtë e detit, lapidar mbetet në shekuj, sigur i madh i përmetit. Ti japim dhe një mundësi Kloes, duke e pritur njerë me një trokitje. Dhe konkurentja e fundit është Klea Kreci. Do na sjell Vargjet e Agim Xhekës, kushtuar pikërisht përmetit dhe Naimit ton të madh. Kam një jetë që trokas në këtë derë, të marrë një grusht ujë nga burimi, të marrë me vete një copës pranverë, pak farë poezie të marrë nga Naimi. Sa herë që vi, e gjej portën qelur, hapur e mbajnë nips tër nipat e ti, sofrën e shtruar me çtëken vjelur, gatuar me mall, mbrujtur me dashuri. Nuk jam i vetëm, kam plot miq e shok, si bujsh të mirë plugoj me parmend, atë farës e mbjellim si gruri në tokë, dhe thurin vargje e shëndisim këngë. Kështu, të gjithë bëhemi nga pakës Naim, të gjithë së toku i këndojmë dashuris, sepse muj tek i njëjti burim dhe marrim bekimin e babaj të poezis. E lumë mu qoftë për jetë kjo tokë bujare, burof në përjetësi ky bekuar burim, plugu i par, i art, i letërsis shqiptare, ky qytet i bekuar dhe mendjen drituri, Naim. Bravo!
Ja pra juri e nderuar, ne i ndoqëm të gjithë konkurrentët me vargjet e Naimit dhe të poetëve të tjerë. Atëherë është momenti juaj dhe bashkë me Tomorin kemi thënë që do të keni 5 çmime. Një do të jetë çmimi i parë, 2 të dytë dhe 2 të tretë. Tak, zoç. Se unë në rastet të tilla zgjedh të them gjithmonë diçka. Naimi ka thënë, fjala është frymë që mbetet. Dhe të marrë sot këtë vlerësim që mban emrin e këtij kolosi shqiptar, më shumë se sa vlerësim do thoya që është një përgjegjësi për ta ruajtur dhe për ta ndriçuar frymën naimiane. Ju faleminderit. Tani na çoli në gjyqin e Hagës në teorisë, ë? Tani duhet të dëgjojmë që ky është trofeu i dytë i Pamela Pashollarit, sapo u nderuam ne si përmet i vogël, që debatuesja më e mirë e gjithë Shqipërisë ishte Pamela Pashollari. Trofeun e solli në përmet dhe ky vend i vogël nxjerr njerëz kaq të mëdhenj. Tek Pamela shikojmë të ardhmen e përmetit dhe të gjithë Shqipërisë. Me fat që të kemi Pamela. Mirë se nuk dua të flas shumë, se Kozi preferojnë gjithmonë t'i thotë gjëra të tilla, po unë dua një falënderim dhe një duar trokitje të veçantë për mësuese Kozin që na gjendet gjithmonë në aktivitete të tilla. E minimizoj, se ishin të gjitha shkollat e Republikës dhe kryetari juris ishte një Amerikan, mos gabohem, që e dha dhe na vën një çik na ilumino pak. Të di më shumë. Ishte një kompeticion që filloi që nga tetori dhe vazhdoi deri në maj, morën pjesë 35 shkolla, rreth 560 nxënës. Dhe përveç çmimeve vendi i parë, vendi i dytë, vendi i tretë, shkolla jonë arriti të shkonte deri në çerek finale, duke u renditur brenda 800 nga të gjitha këto shkolla në Shqipërinë. Dhe çmimin debatuesi më i mirë vlerësohen që të më jepnin mua. Pra çmimi erdhi tek Glikote Përmetit, se kështu thanë dhe andej. Për debatin dhe elokuencën, për gjithë këtë ligjërim të bukur që di të bëj kjo vajzë. Ju falenderoj për pjesëmarrjen dhe tani jeni të lirë. Si që thamë dhe në prezantim, shoqata jonë bën vlerësime për figurat e kulturës tonë kombëtare. Dhe një vlerësim shoqata jonë i ka dhënë dhe Jeton Kelmendi. Jeton Kelmendi. Lezohet ti, Angela. Profesor doktor për kontributin e jashtëzakonshëm në letërsinë shqipe, afirmimin e saj në arenën ndërkombëtare dhe promovimin e vlerave kombëtare përmes veprës poetike dhe intelektuale. Jeton Kelmendi është një zë i fuqishëm i poezisë bashkëkohore, i përkthyer në 10 gjuhë dhe një ambasador i denj i kulturës shqiptare në botë. Orime, gjithë më Të dashur miq, i nderuar shkëlqësia juaj, Zoti Edmond Brahimaj, kryetari i shoqatës atletare, Zoti Kotori, zyrtar shqiptar nga etnia shqiptare, jo kosovar, por shqiptar nga etnia shqiptare dhe personalitetet ardhur dhe nga diaspora, siç kemi Zoti Riza Sheqirin, miq shqiptar, personalitetet nga Greqia. Më lejoni të mos bëhemi bezdishëm vetëm me 2 fjalë. 5 minuta. T'ju them se rilindasit kombëtar
ishin ata që e rikthyen identitetin kombëtar. Pa rilindasit që nga koha e Gjergj Kastriotit deri tek rilindasit është një periudhë e errët e etnisë dhe identitetit shqiptar. Prandaj rilindasit na kthyn në identitetin shqiptar dhe u kemi borxh shumë. Këtu vend kryesor ze krye personazhi i rilindjes kombëtare, Naim Frashëri, por dhe gjithë familja Frashëri. Prandaj është akti madh moral dhe kombëtar kur bëhet përgatitje të tilla për figurat të kësaj përmase. Jeni të nderuar se ai ishte i përkiste komunitetit Bektashi, por është një figurë që i përket gjithë shqiptarëve dhe gjithë shqiptarët mburren me figurën e Naim Frashërit dhe të frashërlinjve. Ajo që do të thoja është se është e rëndësishme që këtë manifestim ta bëni në përmasa ndërkombëtare. Kam qenë pjesë e një jurie kur Baba Edmondi ishte i nominuar dhe ishte laureat i çmimit që i dha Akademia e Shkencave dhe Arteve të Evropës, një institucion ku janë antar rreth 50 nobelistë. Dhe ky zotëri i ngriti lart shqiptarët me prezencën e tij, me personalitetin e tij, siç po bën edhe tash në këtë ngjarje kaq të madhe, duke i mbledhur shqiptarët, por e lus Babamondin dhe gjithë bashkinë zyrtarët që të bëjnë kontribut edhe më shumë që këtë format ta bëjmë sa më të madh dhe sa më ndërkombëtar. Faleminderit, Zoti ju bekoft. Çmimi tjetër e merr Pandeli Thanas Papalilo. Urdo. Lexoj. Republika e Shqipërisë, shoqata adhetare kulturore, mbar kombëtare për vëllezërit Frashëri, i jepet titulli Nderi i shoqatës adhetare kulturore, mbar kombëtare për vëllezërit Frashëri, Pandeli Thanas Papilol. Të mësoj edhe Shqipen e Permetit, të në. Vezim voda, u plasuje se shplasone dhe arti momentin. Angelina nuk do të thuar diçka? Tani, çfarë të them unë, të them të drejtën. Përmeti është një qytet i bekuar. Dhe ky përmet na ka rritur me këtë patriotizëm, të cilin neve e mbajmë në shpirt dhe e shtojmë çdo ditë, çdo sekond. Unë erdha për herë të dytë, se kam ardhur në kohën e socializmit këtu në përmet. Hera e dytë, tash mu duk sikur vajta në pej, sepse këto malet mu dukën më afër, edhe donja t'i prek një me dorë, sepse përmeti dhe këto malet mrekullueshme nuk i gjen kollaj në vende të tjera, prandaj edhe na kanë shumë zili, edhe shtete, edhe vende, edhe personalitete. Shqyqyr që i kemi këtë Shqipëri Babamondi, ta mbajmë dhe ta shtrëngojmë fort. Bashorti im, Pandeli Papalilo, ka qenë inxhinier i thjesht, ama ka bredhur mal për të pahur sinjalin e radio-televizionit shqiptar. Ai nuk jeton më, por shokët e tij e kujtojnë dhe unë shumë shpejt do t'ju vi këtu me filmin dokumentar për të. Faleminderit Përmetit që i dha këtë çmim kësaj radhe. Ai ka vdekur, por shpirti i tij është lart në qiell. Unë besoj tek bota e përtejshme. Është mos e vërtet. Shpirti jeton përgjithmonë, përgjithmonë. Ju faleminderit shumë. Faleminderit të gjithëve. Jam shumë i kënaqur me këtë event që bëm këtu në Përmet. Përmeti vërtet ndriçohet nga figurat më të shquara të kombit ton, përveç Vlezër Frashi, Bektashit kanë qenë promotori i të gjitha lëvizjeve patriotike. Dhe ne si Bektashi, bashkë me juve, do ta çojmë më përpara këtë event, se edhe ndërkombëtar mund ta bëjmë, për i treguar botës se shqiptarët kanë dhënë në gjitha kohrat. Shqiptarët
i ka dhënë botës, i ka dhënë dhe njerëzimit. Ju falenderoj për pjesëmarrjen, qofshi dritë dhe Zoti na bekov gjithë. Amin. Ju falenderoj.